Një tjetër pyetës thot, unë punoj me metal, rrobat njollosen dhe i vjen era jo e mirë prej metalit. A jam i detyruar që të shkoj në xhami me këto rroba, sepse xhamina kam afër, por ka gjasa që të njolloset të pihu i xhamis dhe aromat i pengoj të tjerëve në xhami. Allahu ju shpërbleft. Amin, Allahu ju shpërbleft edhe ju me të mira. Barakallahu fikum. Kjo era e keqe është pengesë që njeriu të shkojë në xhami. Edhe nëse është puna e dikujt e atill që vazhdimisht është me këtë erë dhe nuk ka mundësi që ta largojë, domethënë për shembull ta ndroj veshjen për në xhami, atëherë nuk duhet të shkojë në xhami, po e fal te vendi i punës. Kur kjo era, do thotë, është nga diçka që është e pastër sheriatikisht, do të thënë që nuk është pengesë për ta falur namazin. Përndryshe, nëse është edhe papastërti që duhet largohet patjetër për namaz, atëherë padyshim duhet ta largojë atë edhe ta fal namazin. Nëse ka mundësi në xhami, atëherë ka obligim në xhami. Nëse s'ka mundësi, atëherë te vendi ku falet. Kurse gjithashtu çështja tjetër, edhe nëse prej rrobave mund të njolloset të pihu i xhamis, gjithashtu duhet të ketë kujdes për këta. Nëse nuk ka mundësi të ndrojë këto rroba, atëherë nuk shkon në xhami. Wallahu a'lam.